i nderuar kryeministër, i nderuar zoti Deskalci, zoti Busko, përfaqësuesit të Enit, mirë se erdhët në Tiranë. Ne sot jemi këtu për të firmosur një marrëveshje të rëndësishme, e cila forcon marrëdhënien që qeveria shqiptare dhe qeveria italiane kanë, dhe marrëveshja është me një nga kompanitë e ekselencës në fushën e energjisë, një kompani italiane e cila është ekselencë botërore, Eni. Për vite me radhë, në fakt, diskutimet për tregun e naftës, të gazit, kanë qenë diskutime të zhvilluara shpesh në periudha krizash, shpesh të përqendruara tek dobësitë, por edhe tek goditjet e jashtme dhe mënyra përballimit të goditjeve të jashtme. Ndërkohë që në kryet herës, qeveria shqiptare ka pasur një vizion tjetër për diskutimet për zhvillimin e këtij tregu. Vizioni ka pasur një qasje e cila energjinë dhe tregun hidrokarbur në veçanti nuk e trajton vetëm si çështje sigurie, por si një mundësi reale për rritje ekonomike, për rritje të konkurrueshmërisë dhe pa diskutim për rritje të mirëqenies qytetarëve. Marrëveshja që po nënshkruajmë sot me Enin pikërisht pasqyron këtë vizion. Ajo shënon fillimin e një procesi të strukturuar për të vlerësuar fizibilitetin e krijimit të një kompanie, të një shoqërie kombëtare të produkteve të naftës në Shqipëri. Përmes të bashkëpunimi, ne kemi mundësinë të shqyrtojmë nëse kushtet e duhura të qeverisjes së kësaj kompanie, të menaxhimit të saj, mund të shndrohen në një burim vlere të shtruar për të shtuar të ardhurat në shtetin shqiptar, duke krijuar përfitime të cilat mund të reinvestohen në vendin tonë. Dhe nga këndvështrimi i Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, kjo pa diskutim është më shumë se sa çështje sigurie, një çështje e zhvillimit ekonomik, sepse një furnizim më i sigurt, më i mirë menaxhuar me naftë dhe me produkte të tjera, nënkupton më shumë parashikueshmëri për tregun shqiptar, për bizneset shqiptare dhe për familjet shqiptare në drejtim qoftë të sigurimit të produktit, por edhe qoftë të çmimeve. Nëpërmjet një studimi të thelluar i cili do të zhvillohet në bashkëpunim me Enin mbi fizibilitetin e këtij projekti, ne duam ta pozicionojmë Shqipërinë si një treg jo vetëm konsumator, por edhe si një qendër rajonale për magazinimin, logjistikën dhe tregtimin, duke gjeneruar efekte pozitive në shumë sektorë të ekonomisë, po pa diskutim të përqendruara në sektorin e transportit, në porte apo edhe për efektet që kjo marrëveshje apo kjo kompani do t'i japi në punësim. Ambicia pa diskutim e jona është të krijojmë një ekselencë në këtë treg nëpërmjet një shoqërie shtetërore dhe kjo ekselencë ka nevojë për një studim të thelluar dhe të dhëna të cilat duhet të jenë të bazuara në fakte dhe të bazuara në analiza të ekspertëve të kësaj fushë. Përmes një grupi pune të përbashkët, i cili do të krijohet menjëherë mbas nënshkrimit të marrëveshjes, ne do të bëjmë vlerësime të plokata teknike, ligjore, rregullatore dhe financiare, me qëllim që në bashkëpunim me ekspertët e Enit të kemi shumë shpejt, në harkun kohor të 3 muajve, një ide të strukturuar dhe një biznes plan të strukturuar për krijimin e kompanisë shtetërore, e cila do të përgjigjet nevojave dhe kërkesave të tregut të brendshëm sot, nevojave dhe të kërkesave të standardeve të Bashkimit Evropian, shumë shpejt, por edhe nevojave dhe kërkesave të këtij tregu në të ardhmen. Sigurisht që kjo krijimin e kësaj kompanie është në linjë me të gjithë vizionin që ne kemi për ta kthyer shtetin me një synim për ta kthyer shtetin në fitim prurës. Pra, ne duam që të krijojmë kompani shtetërore si të tjera që kemi krijuar më parë, të cilat të mund të përdorin kapacitetet shtetërore dhe të rrisin të ardhurat në sektor të ndryshëm të ekonomisë. Sigurisht dua të falenderoj kryeministrin për udhëheqjen e tij në këtë proces, ministrin e infrastrukturës dhe kolegët tanë të Enit për profesionalizmin, për besimin dhe për vullnetin e mirë që kanë treguar që në fillim të diskutimeve për fillimin e këtij bashkëpunimi. Unë jam e bindur që nëpërmjet këtij bashkëpunimi dhe punës së përbashkët që ne do të bëjmë në afat të shkurtër, do të arrijmë rezultate të cilat do të forcojnë sigurinë energjetike të Shqipërisë, do të mbështesin rritjen ekonomike të vendit dhe do të thellojnë më tej partneritetin strategjik që ne kemi me shtetin italian. Faleminderit.
i nderuar kryeministër, të nderuar përfaqësues të kompanisë Eni, të nderuar kolegë dhe pjesëmarrës. Sot shënojmë një moment të rëndësishëm në rrugtimin e Shqipërisë drejt forcimit të sigurisë energjetike kombëtare dhe ndërtimit të një sistemi energjetik më të qëndrueshëm, më të sigurt dhe më rezistent ndaj sfidave të së ardhmes. Në shkrimin e këtij memorandumi bashkëpunimi me kompaninë e mirënjohur Eni, një nga kompanitë më të rëndësishme energjetike në Europë dhe që fatmirësisht është edhe partner afatgjatë në Shqipëri, përfaqëson një hap konkret dhe drejt vlerësimit të mundësive për të krijuar një hub energjetik për gjitha produktet energjetike në vendin tonë. Ky memorandum parashikon studimin dhe bërjen e mundur në faza të ndryshme të studimeve, projekte strategjik, vlerësimin e mundësive për furnizimin e tregut shqiptar me produkte energjetike dhe mbështetjen e stoqeve strategjike kombëtare, si dhe analizimin e modeleve të mundshme të bashkëpunimit për menaxhimin e këtyre stokimeve. Për qeverinë shqiptare, siguria energjetike nuk është thjesht një objektiv sektorial, ai është një komponent themelor i sigurisë kombëtare, i zhvillimit ekonomik dhe i mirëqenies së qytetarëve. Ngjarjet e fundit që kanë treguar që tregjet energjetike në fakt globale mund të ndikohen nga krizat gjeopolitike, konfliktet rajonale, luhatjet të çmimeve apo ndërprerjet të zinxhirëve të furnizimit. Për këtë arsye, qeveria jon ka ndërmarrë një çështje të qartë dhe afatgjatë, të ndërtojë instrumenta të qëndrueshme që garantojnë furnizimin me energji dhe produkte energjetike në çdo rrethana. Në këtë kuptim, patjetër ne kemi punuar intensivisht për diversifikimin e burimeve të rinovueshme. Kujtoj këtu që Shqipëria nga një vend që prodhonte 100% vetëm nga hidrocentrale, në vetëm pak vite tashmë mbi 10% e energjisë së prodhuar në vendin tonë vjen nga energjia fotovoltaike. Që ne kupton, le themi, gjitha nismat e qeverisë shqiptare kanë marrë për diversifikimin e burimeve të energjisë në Shqipëri. Objektivi sigurisht është i qartë, të rrisim sigurinë e furnizimit, të ulim ekspozimin ndaj goditjeve të tregjeve ndërkombëtare dhe të sigurojmë që ekonomia shqiptare të ketë energjinë e nevojshme për të mbështetur zhvillimin afatgjatë. Në të njëjtën linjë është vlerësuar maksimalisht edhe sektori hidrokarburëve, ku qeverisja ka marrë hapa të rëndësishme për, le themi, rregullimin sektorial të gjithë këtij biznesi në Shqipëri. Në planin afatgjatë, për t'i dhënë një zgjidhje institucionale dhe qëndrueshme zgjidhjes së furnizimit me karburante në Shqipëri, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka hartuar projekt ligjin për krijimin dhe menaxhimin e rezervave strategjike të naftës në Shqipëri, e cila tashmë është konsultuar me Ministritë e Linjës dhe është gati për të dërguar në parlament. Ky projekt ligj vendos një standard të ri për Shqipërinë, garanton që vendi të ketë rezerva të mjaftueshme për të përballuar çdo krizë të papritur në furnizim, si dhe kalojmë nga logjika e reagimit të krizës tek logjika e parandalimit dhe planifikimit. Përmes këtij ligji, Shqipëria do të disponojë rezerva sigurie të karburanteve, të mbrojtura dhe të disponueshme në çdo moment, të administruara nga një strukturë dedikuar dhe profesionale. Dhe në fakt edhe marrëveshja që ne bëjmë me Enin është një nga ato elemente të rëndësishme për krijimin e këtij, le të themi, mekanizmi stokimi. Mbi të gjitha, ky ligj sankcionon një parim themelor. Siguria energjetike nuk mund të mbështetet vetëm tek mekanizmat e tregut. Ajo është një përgjegjësi strategjike e shtetit. Njëkohësisht kjo reformë afron Shqipërinë me standardet europiane, pasi përafron legjislacionin tonë me atë të Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst, është shumë e rëndësishme studimi i mundësisë për krijimin e një hubi kombëtar të produkteve energjetike dhe merr një rëndësi të veçantë për këtë qëllim. Ai mund të përbëjë një instrument të rëndësishëm për forcimin e kapaciteteve kombëtare, të magazinimit, garantimin e stoqeve strategjike dhe për rritjen e sigurisë së furnizimit për ekonominë shqiptare. Sot nuk po marrim një vendim definitiv për një investim, por sot po ndërmarrim hapin e duhur për të studiuar me seriozitet, profesionalizëm dhe përgjegjësi të gjitha alternativat që mund të kontribuojnë në sigurinë energjetike të vendit. Dëshiroj sigurisht të falenderoj Enin për gatishmërinë, ekspertizën dhe partneritetin e vazhdueshëm në Shqipëri. Jam i bindur se ky bashkëpunim do të na ndihmojë të vlerësojmë në mënyrë objektive potencialin e këtij projekti dhe të identifikojmë zgjidhjet më të mira për interesin publik dhe zhvillimin e qëndrueshëm të shtetit. Shqipëria po ndërton sot themelet e një sigurie energjetike të dekadave që vijnë. Dhe për këtë e bëjmë me vizion, me partnerë të besueshëm dhe me vendosmëri për të garantuar që qytetarët dhe ekonomia jonë të kenë sigurinë që meritojnë. Faleminderit.
Tani kam kënaqësinë të ftoj drejtorin ekzekutiv të ENI SPA, zoti Claudio Descalzi. Buon pomeriggio. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit kryeministrit, ministrit të ekonomisë dhe të zhvillimit. Nuk më kujtohet shumë qartë titulli, po sidoqoftë falenderoj para ministrin për infrastrukturën dhe energjinë. Është me të vërtet kënaqësi të jem këtu me ju. Është një kënaqësi e vërtet të jem këtu me ju për të folur për një projekt. Folën ministrat pak më parë, por doja të thoja që është një projekt shumë novator. Është i pari projekti i cili bën bashk nevojën që ka një vend, pra një fakt publik me një ent privat apo më sakt me një shoqëri private, pasi 30% e saj i takon shtetit. Ne jemi të listuar në bursë në Milano, por njihemi një herësh edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një nismë kjo e sotmja, por vendimi tashmë është marrë për ta kryer këtë studim fizibiliteti, i cili nuk mund të shkojë vetëm mirë për ta bërë këtë projekt të vërtet dhe real. Dhe meqense është një foshnje e sapo lindur, duhet t'u tregojmë të gjithëve që kemi forcën dhe vendosmërinë që dim të shohim gjëra të reja dhe që dim t'i bëjmë ato. Pse po i bëjmë ne këto gjëra? Më duhet të them që po i bëjmë këto gjëra sepse në radhë të parë kryeministri Edi Rama disa muaj më parë më dërgoi një mesazh në të cilin më thoshte: Claudio, në këtë situatë që është kaq e luhatshme, duhet të gjejmë instrumente të reja, novatore, duhet bëjmë gjëra të reja pikërisht për të luftuar këtë luhatshmëri. Nuk kemi energji, duhet të ndërtojmë diçka që mund të na mbrojë. Jemi afër, jemi fqinj, jemi miq, dhe ishte pikërisht ai që e hodhi këtë iden për të themeluar një shoqëri të përbashkët, ku mund të bëhen bashkë nevojat e brendshme apo rajonale të një vendi së bashku me teknologjitë njohurit. Nuk u mendova gjatë për këtë. Thash me vete, është një ide shkëlqyer, plus që besoj kaq fort te kryeministri, jam krenar madje të them që ai është një mik vërtet shumë i dashur për mua, dhe thash po, e bëjmë. Dhe ndërkohë që unë thash po, e bëjmë, u bë realitet. Dhe gati ai e mendonte që gjëja ishte e bërë dhe gati sikur thoshte që po pse sot e gjetën po ta bën, për ta bërë, e mendonte të bërë. Keni të drejtë. Por në këto 3 muaj që vijuan, që bën bashk ministrat, kolegët e mi, këtu kemi drejtorin e përgjithshëm të ENI-t dhe drejtorin menaxher të ENI-t të shoqërisë që funksionon këtu në Shqipëri, mua do më kishte pëlqyer që përpara verës, përpara korrikut, u thash do më kishte pëlqyer që të vija këtu në Shqipëri përpara kryeministrit dhe të tregoja diçka të kryer dhe të bërë, pra një shoqëri të krijuar dhe një plan për t'i bërë gjërat. Ky është një angazhim që unë do doja të merrja në emër të shoqërisë sime. Sigurisht nuk është një angazhim që mund ta marr në emër të qeverisë, por unë mendoj që duhet ta shohim me kujdes. Tani sot jemi të gjithë të kënaqur. Fillon puna dhe pastaj bëhen gjërat, po bëhen ndryshe. Jo. Ne duhet ta fillojmë punën me idenë që në fund të korrikut duhet të kthehemi këtu sërish dhe këtë gjë ta kemi përfunduar. Sigurisht nuk është kjo e vetmja gjë që jemi duke bërë, po bëjmë dhe gjëra të tjera të rëndësishme në ristrukturim. Unë mendoj që Shqipëria ka një potencial të vetin eksplorues për sa i takon naftës dhe gazit. Ne punojmë pra për gjëra të reja, po punojmë për kablot, për linjat e transmetimit, një linje që do lidhte Italinë me Shqipërinë. Projektet që na përfshin janë të shumta, por edhe që na lidh, por mbi të gjitha ajo që na lidh është një miqësi e thellë dhe faleminderit juve. Së fundi, fjala për kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, zoti Edi Rama. Atëre, pa dashur të zgjadhem shumë, dua të kujtoj se kohë më parë në
fillimet e këtij mandati të ri kemi ndarë me publikun ambicien për të krijuar një forcë të re në tregun e hidrokarbureve, një operator modern dhe dinamik, i cili të bëjë në një farë mënyre edhe rolin e një regulatori të tregut në funksion të mundësive më të mira për konsumatorët. Por gjatë rrugës na u shfaq një krizë shumë domethënëse, e cila përsëri vuri në diskutim çështjen e rezervave strategjike të naftës, të cilat ne i kemi sigurisht të rregulluara me një kuadër ligjor që me ligjin e ri të çuar përpara nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bëhet një kuadër i plot. Ama nga ana tjetër, ne duke pasur parasysh pikërisht këtë marrëdhënie jashtëzakonisht të veçantë strategjike me Italinë dhe në kuadrin e kësaj marrëdhënie, duke pasur parasysh këtë raport të afërt bashkëpunimi me Enin, që është një gjigant global në tregun e hidrokarbureve, por që njëkohësisht është edhe një potencë e madhe e cila ka edhe prezencën e vet në Shqipëri, që prej vitit 2019. Ne ju qasëm Enit, edhe siç e tha edhe administratori i deleguar i Enit, që është për i të vërtetës figura më stabil në historinë e politikës dhe të jetës publike italiane pas rënies murit Berlinit, është edhe raporti personal që na jep mundësinë që të kemi një komunikim më të shpejtë. Kështu që folëm për një bashkëpunim strategjik me Enin në krijimin e këtij operatori të ri, i cili do të marrë përsipër dhe garantimin e rezervës strategjike të naftës. Që do thotë që përmes këtij partneriteti, Shqipëria nuk do të ketë më asnjë dilemë për çfarëdo krize që vjen përpara në aspektin e rezervës strategjike. Kemi nisur një proces dialogu që na ka sjellë sot në firmosjen e këtij hapi të parë dhe në zyrtarizimin e procesit të krijimit të kompanisë. Kompania, siç e tha edhe administratori i Enit, është një risi, por nga ana tjetër, duke pasur parasysh që kemi nga njëra anë bazën shumë solide të vet Enit dhe nga ana tjetër edhe dijen e ekipit drejtues të Enit, kompania ka mundësi që të bëhet një model i ri i qasjes ndaj tregut jo vetëm kombëtar, po dhe rajonal të hidrokarbureve. Dhe të jetë një tjetër kompani në vazhdin e atyre kompanive që ne po i krijojmë me pjesëmarrjen e shtetit shqiptar. Një kompani e cila fal dijes që do të sjellë në menaxhim Eni, do të jetë po ashtu aktive edhe në tregtin ndërkombëtare të naftës. Kështu që jemi sot shumë të inkurajuar edhe shumë mirënjohës për gatishmërinë e treguar nga
një gjigant global si që është Eni, për të bashkëpunuar dhe për të krijuar këtë start-up, po themi, në fushën e hidrokarbureve, së bashku me ne. Unë kam besim absolut tek intuita dhe eksperienca e administratorit, besim që si rrallën për mos thënë në mënyrë unikale kanë të gjithë politikanët italianë, që t'i bësh bashk për një temë ose për një person është jashtëzakonisht vështirë. Edhe presidentin nuk kanë arritur dot ta zgjedhin me konsensus italianët për shumë vitesh, po administratorin deleguar të Enit e kanë konsensual. Kështu që jam shumë mirënjohës i dashur Claudio. Siamo veramente molto onorati. Jemi me të vërtet shumë të nderuar dhe jemi mirënjohës për praninë tënde, për mbështetjen tënde dhe nëse më pas publikisht haptazi u tregove të gjithëve që je dhe një mik i imi, është një moment vërtet shumë i rëndësishëm ky për historinë e jetës time. Me firmosjen e këtij memorandumi hapim rrugën për të realizuar atë që tha administratori deleguar, që pa hyrë gushti, prima che entri l'agosto, të rikthehemi këtu për të deklaruar regjistrimin e kësaj kompanie të re, që do të jetë një aleat shumë i rëndësishëm i publikut shqiptar dhe që do të jetë një garant shumë i rëndësishëm i të nesërmes për Shqipërinë dhe për qëndrueshmërinë tonë fal këtij partneriteti strategjik të ngushtë me Italinë dhe këtij bashkëpunimi me ekselencën e ekselencave të ekonomisë italiane që është Eni. Tani ftojmë Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë, zotin Enea Karakaçi, Ministrin e Ekonomisë dhe Inovacionit, zonjën Delina Ibrahimaj, dhe drejtorin ekzekutiv të Eni SPA, zoti Claudio Descalzi, për të nënshkruar memorandumin e mirëkuptimit.